Ja ku jemi sërish sot në podcastin e radhës Një Zë One Eco, me të ftuarin ton special, e cila është Marsi Simo, sociologe në profesion, aktiviste në të drejtat e fëmijëve, por dhe shumë çështje tjera dhe fenomene tjera në shoqëri, mediatikisht shumë prezent, themeluese e revistës Klubi i Fëmijëve, dhe trajnuese e komunikimit publik. Je shumë prezent në rrjetet sociale dhe në media, me kontributin tuaj shumë të vyer në sjelljen e ideve dhe vërejtjeve për se si të jenë marrëdhëniet ndërnjerëzore, qoftë ato të fëmijëve, po dhe të rritërve, si të jenë më të mira. Dhe sot do bëjmë një bashkëbisedim të tillë, kënaqësi shumë, i cili do të fokusohet pra ku qëndron problemi midis brezave. Si e ke vënë re gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë kësaj eksperiencë që keni ju gjithë të kohë, çfarë keni vënë diçka që është specifike për të marrë në konsiderat, për të trajtuar, për të trajnuar dhe për të bërë një mjet për të ndryshuar atë që ka më shumë nevojë. Unë po e nis kështu pak me shaka kur përmendë pjesën mediatikisht, ndoshta edhe në rrjetet sociale apo edhe në media, këtu motra më thonë ndonjëherë, Mars, po ç'i pushim se nuk ka do televizorin, the po jo, se nuk ka më shumë. Tani i thotë më del në celular, më del edhe këtu. Unë uroj që të vi lehtë, jo me receta, unë jam ende, po themi re në rrugëtimin e prindërimit, por që më tepër ndaj eksperjenca edhe nga jeta ime personale, nga gjëra që mundohem të jenë të thjeshta, që të jenë deri diku edhe praktike për prindrit. Qoftë edhe kur është video pak me humor, edhe kur është shumë serioze, edhe kur është me studime, edhe kur është e mbështetur nga studimet të cilat janë shumë herë të thelluara, apo edhe të mbështetura nga personazhe, personalitete që kanë studiuar prej vitesh, edhe tashmë ne mund t'i marrim në konsiderat. Dhe jemi në një lloj faze jete që prindrit në një rang të mi fatmirësisht, kanë shumë ekspert që japin edhe falas, janë të prirur që të japin këto informacione dhe mundet t'i dëgjojnë, mundet t'i shohin, mund të mbajnë shënime dhe duhet patur shumë kujdes nga ana jonë që japim këshilla. Jetojmë në një vend dhe në një kohë ku duhet të rendim kaq shpejt dhe në një moment ku ne nuk e dim a jemi mjaftueshëm. Dhe problemi më i madh, se problematika, le ta quaj, ta zvogloj pak që mos ta bëj kështu të ndihemi anksios, është çështja që kemi pak konflikt ose kemi ende luftë mes brezash. E them luftë dhe kur e diskutuam më përpara se ta bënim këtë episod bashk, nuk donim ta quanim luftë, po ta quanim konflikte, që është mëse normale. Mamaja ime ka pasur ato konfliktet e veta, të thëna të pathëna, ndoshta të adresuara në mënyrë indirekte, unë më të zbutura, pra konfliktet janë sepse ka ndryshime dhe është normale të ketë ndryshime. Por në momentin që ne shohim si luftë, aty pastaj ka problem, pra nuk ka bashkim. Lufta është luftë për territor, ti të caktosh çfarë është e ime dhe jotja, nuk ka marrëdhënie, nuk ka marrëdhënie. Dhe nuk duhet parë si luftë mes brezash. Duhet parë që brezi jon ka shumë gjëra që ka marrë nga prindrit. Ne do t'i japim shumë gjëra të mira fëmijëve tanë, jo t'i japim të gatshme, jo t'i japim ndoshta të shtruar rrugën, por disa ndihmesa më shumë. Kjo ishte e para që unë doja të saktësoja për sa i përket brezave, që është mos e normale të lindin këto, edhe përsi që, brezi im ka qenë më i mirë. Ne shoh që fëmia im për shembull nuk është si unë, ose nuk e ka patur këtë fëmijëri, sepse nuk i ofrohet, nuk i ka këto lloj kushte. Fëmia im për shembull ka pretendim ose ka një përsi ndaj brezit më të vogël dhe më thotë këta fëmijët sot se si janë, po sa kërkesa që kanë. Po dhe ti fëmijë i them, po nuk kam qenë kështu. Pra është e natyrshme që njeriu ta vlerësojë ndoshta veten, por duhet parë ky bashkëpunim, të zgjasim dorën, jo vetëm të kritikojmë, jo vetëm të shikojmë ato pikat e errta, vetëm ato mangësitë që na kanë lënë shumë gjëra të mira, na kanë lënë shumë gjëra pozitive. Unë vere që neve kritikojmë, ne kemi kritikuar brezin më përpara. Ne vetë
A nuk është se edhe ne po ndjekim ato që ka kemi kritikuar? Edhe është e çuditshme, siç po thoj edhe për djalin, që ka bërë të njëjtat gjëra dhe kritikon po të njëjtat gjëra vetë tashmë në një stad pak më të ngritur në moshë. Se duket sikur ti je brezi i fundit që ke shpëtuar, je brezi që ke bërë të gjitha shumë mirë. Dhe të tjerë domethënë nuk kanë përse të ankohen ose ashtu do të shpreshin. Por me sa duket brezat ndryshojnë. Domethënë ky ndryshimi është shumë i madh. Për shembull ndryshon edhe brezi im me brezin e motrës time që ka vetëm 6 vite më e vogël, që është pas 90-s. Tani po flasim për breza që lindin me ndryshime teknologjike, me ndryshime të cilat janë rrethërorë edhe sociale, psikologjike. Ndryshimet janë aq shpejt dhe këtu pastaj kemi krizë identiteti, kemi kriza të tjera që në familje, që duhet i shohim, duhet të ndalemi. Sidomos familja, po, është plagë shumë e madhe, është problem shumë i madh, sepse nga që është kjo, familje gjërat janë private. Se duhet të diskutojmë nga çfarë bëjnë ata. Punë për të, punë për atë grua, punë për atë çift. Mbyll derën, shiko familjen tënde. Sigurisht që nuk është shkeli privatësia. Por kur flasim për familjen, do të thotë për atë institucion kaq të vogël të bërtham që nesër ne shohim, ne bashkë veprojmë, pra nuk është dhe kaq private në kuptimin e gjërave. Se do reflektohet në sjelljet jashtë në publik, pastaj ajo çka reflekton brenda familje, ajo që edukohesh, patjetër që do dalin nesër në marrëdhëniet me njerëzit, qoftë të vegjël, qoftë të rritur, sado ne që rritemi, prapë ne reflektojmë ato çka kemi brenda në familje gjatë gjithë kohës, ne gjithë kohës marrim, ndryshojmë, transformohemi nga situata të ndryshme, njohim veten gjatë gjithë kohës. Dhe gjitha këto do të reflektojnë nesër në publik. Por unë jam dakord që ne të flasim për problematikat tona, por duhet ketë prapë një limit për ta ruajtur privatësinë. Sepse edhe mendoj, nuk e di sa je mendimet me mua, edhe gjërat që janë të private, të ndjeshme, pak edhe të si thua që të vejnë në siklet në publik, nuk duhet dalin aq publike, sepse ti të mësohet kjo lloj gjëje dhe të duket normalitet, pastaj edhe nuk ke një fre se kush është ajo që do të dalë dhe kush nuk është pastaj. Pra prishet ekuilibri kam qëllimin. Okej, ti pra të vjen holl ndarëse. Po, duhet ta kemi atë besoj. Pra ne flasim për dukuri sociale. Po. Ne flasim për gruan që nuk ka përse ta mbrojë private në momentin që ajo dhunohet, në momentin që ajo sigurisht është emergjente, duhet të kërkojë ndihmë. Por pastaj kalon dhe shkelin kufit në momentin që ne flasim për mënyrën se si ajo vishet, për mënyrën se si ajo, domethënë ka disa gjëra të cilat sigurisht i takojnë asaj, për mënyrën se si ajo mund të rregullojë çështjet familjare. Ne arrim ta kuptojmë, se ndoshta për momentin nuk mund të sillem një shembull konkret, ne na bën logjik, por duke parë rrjetet sociale që njerëzit për shembull reklamojnë ose tregojnë se çfarë bëjnë me imtësi, tregojnë që kur hapin syt, se si zgjohen, se si vishen. Sot duket kaq normale që ti në momentin që i tregon dikujt që ke bler një bluzë të re, ta provosh dhe thua hajde vishemi bashkë. Ndërkohë ti zhvishesh dhe vishesh bashkë dhe është bërë kaq normale që ti të mbërthesh dhe të zbërthesh. Kjo është private. Por nëse vajza ime e shikon, pra duket sikur e normalizon. Po pra, thyen ato rregullat e kufirit. Tu është rregull, që është vërtet private. Pse mësojmë fëmijëve ne çfarë është private? Pra pjesët e trupit, nuk lejohet për që ti preki kush, ti kur ritesh, bën që të lahesh vetë, në survejimin e dikujt sapo ta mësosh. Pse ja mësojmë? Çfarë do të thoni ka goja? Çfarë do të thoni ka, do të thënë pjesë të ndryshme të trupit? Çfarë do të thoni ka të prekësh, të rish afër, sa pranë do të rish me një person? Këto nuk janë lojra. Këto janë që ti të ruash veten tënde, ti të ruash afërsinë dhe të bësh dallimin që këtë person e kam shoqe, këtë person kam më tepër afërsim, këtë e kam prind, këtë e kam gjyshe. Identitet. Këtë të krijosh, pra kjo hapësira është e nevojshme dhe intimja, privatja duhet të ruajtur. Duhet të ruajtur dhe njeriu, them se duhet ta ketë si diçka shumë të shenjtë. Ashtu është, edhe unë jam shumë dakord me këtë. Pasi duhet të nxjerrim në pa. Më duket sikur po rrisim më shumë fëmijë për opinion të njerëzve se sa për të pasur një identitet të pavarur. Ose për të si thua, për të transmetuar ose për të trashëguar të bërë të mirë, se në vetja? Po. Pse mendon kështu?
Sepse Pse pikërisht mendon që sot është më shumë kjo na vret më shumë opinioni, se edhe dikur për shumë prindrit na thonin patjetër, ka qenë pjesë e opinionit. Ki kujdes, të shikojnë, të bëjnë. Po sot, nga që më shumë po jepet përparësi të dukshmes, imazhin. Jo atyre që kanë vlera. Se në qoftë se ne do t'i japim atyre, vetëm atyre që kanë vlera, se dhe dukshmja është, ka vlerën e vet, po kur kalohet limiti dhe bëhet dominon, atëherë ajo të merr vlerat e vërteta. Dhe këtu është ajo diferenca, themun, midis brezave, që opinioni atëherë kishte si thua si paketë më të mirë këtë. Patjetër kishte luhatjonin, por kishte edhe vlerë brenda. Këtu e kam qëllimin. Se kishte edhe ku ti ngjaje. Pra kishe për shembull për të marrë disa elemente nga babai, nga nëna, nga gjyshi. Ne mbureshim modelet ishin në familje. Ishin brenda familjes. Heroi ishte brenda familjes. Kurse sot, është shumë e shpërndar, edhe fëmijët nuk dinë se ku ti ngjajnë. Ndoshta edhe prindërit i adresojnë jashtë këtij rrethi. Por më tepër se sa opinioni që do vazhdoj, kam përshtypjen kjo është frika, a jam mirë, a pranohem. Përveç frikës, është deri diku është njerëzore që njeriu t'i përkasi një identiteti, t'i përkasi një grupi. Dhe në momentin që fëmia tregon, është pjesë e jotja, dhe ti do që mos të gaboj, e ke atë frikën, mos del fëmia im nga ky grup, në cilin grup asaj do t'i përkas? Unë e di mirë këtë grupin ku jam. Dhe kjo do të na shoqërojë, dhe këtu deri diku nuk është e gabuar ose pranohet kjo frikë. Por jo të jetosh për të tjerët, sepse vjen një moshë, vjen një moment edhe unë e pyes veten, mos po jeton ende për të tjerët, po jeton për të tjerët, sa po jeton për të tjerët, sa po jeton për veten tënde. Dhe kjo pyetje mund të bëhet në periudha të caktuara dhe nuk e di se sa të sinqert do jemi me veten. Por më shumë se të gjitha, më shumë se sa për opinionet, unë them se po prindërojmë sot me frikra, me pasiguri, me frikë apo bëj mirë, me frikë çfarë do ndodhi fëmijës tim, qoftë në aspekti fizik, sa i sigurt është kur të shkojë në shkollë, edukatorja mos marrë, që kur është i vogël, sepse po shikojmë në media që sot fëmijët po rrihen. Dhe mjaftojmë që bëj fëmijët të hajtë ushqie të vishët, sepse të paktën mos të dhunohet. Filloj me ulim pritshmëritë. Bëj fëmia im do bëhet adoleshent, thonë që adoleshenca është e tmerrshme, ç'më më pret. Pra kjo frikë, kjo pasiguri i transmetohet atyre. Prandaj quhet dhe po shikojmë brez ankthi, brez që kanë frikë, që gjatë gjithë kohës janë me një dorë te prindrit, nuk e lëshojnë dot, sepse ne i kemi mbajtur gjithmonë afër. Kjo vjen edhe prej atyre që shohim, ndjejmë. Pra është edhe kjo pjesë, nuk e zhbëjmë dot, duhet të jesh vërtet shumë i fortë të punosh me veten, por këto frikra ndonjëherë vijnë edhe nga pjesa që tashmë modernizmi na shpjegon që prindrit janë të gabueshëm, që kjo po qëndron, por nga ana tjetër sigurisht prindi është modeli i parë, pra nuk duhet të harrojmë që ne jemi prindi në fund të fundit. Tani po bëjmë ndrim rolesh. Fëmijën e kemi kthy prind, ti je mbreti mamit, ti je më i miri, sepse kam lexuar dhe diun që fëmijës do ta ngresh vetvlerësimin. Dhe nuk e kemi ngritur vetvlerësimin, por e kemi bërë atë të ndihet sikur është kaq shumë superior dhe do të shkeli nesër me këmbë. Me mjetin e ylluar. Ti je shumë i mirë, por nuk më i miri i botës, më i miri i klasës, nuk duhet të ekzistojnë këto terma. Pra ndoshta i kalojmë ca caqe dhe me dëshirën për ta mbrojtur ndoshta po bëjmë keq. Dhe këtë frikë edhe unë e kam. Këtë frikë, për shembull, si do shkoj adoleshenca, po si do shkoj kjo, si do shkoj marrëdhëniet e tij në të ardhmen. Nuk e di kështu mendojnë gjithë nënat, përnusem për këtë. Por pastaj është ndoshta edhe çështje profesioni, duke qenë se ne dim shumë, shohim shumë raste të vështira, më të lehta, sfida të kalueshme ose jo, vjen pastaj ajo që dhe i mbartim disa emocione. Kjo empatia ndonjëherë dhe te kalohet, bëhet thithse dhe merakje të kthehen të brendshme. Por ai sa ndihmuese, ndonjëherë e shoh pak, por punoj me veten. Në momentin që ti je ndërgjegjshme, që kjo gjë tek ty po të prish cilësinë e jetës, po të prish për shembull marrëdhënien tënde me persona të tjerë, ndalesa dhe punimi me veten është e duhura. Dhe diçka tjetër që vihet re është
siç po thoje që prindri i thotë ti je mbretë, ti pra me superlativa, një tjetër kohë rritet edhe një ego prindërore, por duke ju dhënë dhe fëmijëve këtë lloj, siç po thoje, dhe reflektohet edhe në ambiente tjera publike, në shkollë, dhe kjo fillon e bën probleme në sjellje në shkollë, sepse ai fëmijë do ta reflektojë këtë që unë jam më i miri, unë jam superiori këtu, edhe do bëj edhe problematika që mund të kalojnë edhe siç kemi edhe raste konfliktesh nëpër shkolla. Qoftë tani është ulur dhe dikur ishte në shkollat mesme, tani është ulur dhe në 9 vjeçare që po kemi dhe humbje jetë. Dhe kjo është problem, them që duhet kemi kujdes në prindrit, në nënat, sidomos jo se baballarët e kanë rolin më pak, por te kjo çështja nënat janë ato që përkdhelin më shumë. Mendoj që duhet ulet kjo shkalla sipërore të lavdruarit. Se më thuash, një fjalë goje është. Po. Unë i bëra kompliment, por edhe kjo me tepri nuk është e mirë. Ose krahasimet, se shkojmë nga njëri ekstrem në tjetrin. Pra, ose kur e krahason ti nuk je asnjëherë mjaftueshëm, edhe neglizhenca është krau tjetër. Kur ti e lën fëmijën se do të bëhet i fortë vet, se fëmia ja del vet, kur ndërkohë ai është thjesht fëmijë, ende nuk ka rregulluar emocionet e tij. Për çfarë të presësh që ai e do një udhëheqje, por jo ti të lëvizësh çdo hap të fëmijës. Pra do një udhëheqje, por jo këtë. Do një kompliment, do një stimul, por jo një mburje e atill se ai që të mendoj pres është kaq perfekt. Sepse nesër ai sërish do të vuaj duke kërkuar perfektin, duke kërkuar që t'i bëj gjërat ekstremisht shumë mirë dhe do vuaj më shumë pas siguri. Që sot i shikojmë pse fëmijët tanë sot janë të tillë, pse qajnë për hiç gjë, pse janë kaq të dobët, pse janë kaq të thyeshëm. Sepse kështu i kemi mbajtur në këtë lloj kutie qilçi me kaq merak. Por edhe kohën e shikojnë në dizavantazh të prindërimit. Koha që i kushtojmë kaq shumë kohës jashtë familjes, me punë nga më të ndryshme, punë të cilat mund të jenë punë zyre ose punë të paguara apo jo, pak vëmendje, pak energji lëm për familjen. Ne sillemi kaq mirë, menaxhojmë emocionet tona me të tjerët, me persona rreth e qark, me shitjen që mund ta sillet keq. Shkojmë në shtëpi dhe i zbrazim gjitha energjitë negative. Ne themi nuk kam nerva për ty. Pra unë kisha nerva për shefin tim, për shoqen time, për kolegen që ma sill majtunës, por nuk kam nerva për fëmijën tim. Dhe kjo është keqardhja. Ashtu është, dhe të gjithë jemi të përfshirë këtu, me thënë të drejtën, dikush më shumë e dikush më pak, e kemi momente të tilla që te kalojmë masën e etikës me fëmijët tonë. Dhe kjo mos vjen ndoshta se ne edhe i ndjejmë ose i konsiderojmë fëmijët si pronësi. Ose e kam aty dhe prap fëmia im mbetet. Po pra, diçka që e ke tëndën dhe e komandon dhe sipas dëshirave dhe rrethanave tua. Jo se dhe ata fëmijë kanë edhe ata atë identitetin e vet. Identitetin e tyre, kanë nevojën e tyre, kanë nevojë për një shpjegim ndryshe. Pra nuk mund të flasësh me fëmijën dhe nuk mundet dot ai të kuptoj. Ti duhet ta kuptosh fëmijën, sepse ti je i pjekur emocionalisht, ti ke kaluar eksperienca. Një fëmijë 6 vjeç, por qoftë edhe 16 vjeç, ka nevojë për më shumë kohë, ka nevojë që ti të përfshihesh, ka nevojë që ti të tregosh që di të rregullosh emocione, ju të zbrazësh. Pra familja jote nuk është kosh i emocioneve të tua negative, nuk është test boxi. Ka momente të këqija që ti duhet të kërkosh edhe falje, duhet të dish edhe të reagosh ose të tregosh që jam njerëzor, por ju të fajsosh fëmijën. Shko se ti je ai që më bëre mua të më nxorë anën e keqe. Je ti ai që më bëre të sillesha kështu. Pra edhe kur kërkohet falja, edhe kur kërkohet ndjesa, duhet ditur se si ta kërkosh. Marsi, neve si prindër, a jemi pjesë e lëndimit të emocioneve të fëmijëve duke jetë etiketuar me shprehje apo krahasime? Dhe çfarë sjell kjo? Nëse sigurisht që e bëjmë. Po, ta bëjmë pak, edhe kthehemi prapa në kohë, edhe bëjmë pak me humor. Për shembull, gjyshet tona, po them gjyshet tona, besoj më thuaj pastaj,
që mos të na merrim në sysh, mos ta kapë syri. Na thonin për shkakun se mirë, nuk bën fare, ose shëmtuar. Edhe e kam parë, kur shoh gjyshet tona të dashura që fal Zotit i kemi, dhe e lejon ndonjëherë, por që është pak vështirë t'ia shpjegosh. Dhe kjo mund të jetë një fazë. Pastaj lëndimet të tjera mund të jenë në mënyrë se si ne i trajtojmë emocionet e fëmijëve. Dhe edhe unë dikur, për shembull, kur kuptoja emocionet, thoja emocione pozitive e negative, e qara, trishtimesh negative, e lumtur, entuziaste është pozitive. Jo. Të gjitha janë emocione, të gjitha janë të pranuara, janë emocione njerëzore, por jo çdo sjellje është e pranuar. Dhe kjo na bën që ne mos t'i lëndojmë fëmijët, për shembull kur qan, ne që ai të ndalojë së qari themi se o shëmtove. Ose dhe e tallim dhe imitojmë, bëjmë këtë gjë. Kjo është lëndim. Do thuash nuk marr mend fëmia ka qenë 3 vjeç. Po njëkohësisht po i mëson edhe një sjellje, që ai nesër ta bëjë me dikë tjetër. Mua ma bën ti? Nga prindi yt. Ndërkohë ishte një mini jot që po të bën atë që i ke mësuar. Që ka parë. Ky është lëndim. Rastin tjetër do ta sjell përmes një shembulli të djalit, kur ai vritej, për shembull, unë merr thosha u brave, dhe dikush i thot, ha çau tani se më kupton pse qan. Thot të lutem, ti do të pyesësh a u vrave në fillim dhe i mëson thënë të tjerë të rritur. Po të jetë orientimin e dur. Do të pyesësh a u vrave. Unë do qaj sepse ndjeva atë, e qara është për mua se jam fëmijë, nuk ka rëndësi jam djalë apo vajzë. Dhe këto lëndime pra vinë edhe si arsye që ne mendojmë se po i bëjmë mirë, se po i bëjmë të fortë, dhe mos ta bëj qullashse, në fund e kam dhe djalë. Pra emocionet duhet të emërtohen, pra ti je i mërzitur, pra pse po qan, je i mërzitur, je i zhgënjyer nga shoku jot, se të mori lapse, të mori detyrën, pra t'ja përcaktosh. Dhe kështu e ndihmon që nesër ai të ri i mërzitur, pra jo çdo gjë ta kërkoj me të qartë. Pra këtu e ndihmon ti fëmijën, që mos të shkosh te lëndimi dhe t'ia presosh emocionin. Mos qaj, ti vetëm gëzim, kur gëzon ti për shkak unë të lejoj ty, unë nuk të lejoj ty të qash, unë nuk të lejoj ty të mërzitesh. Për të mërzitesh, e minimizon edhe atë pa kënaqësi. Pra sot thon validimi, që ti t'ia pranosh, për ta thënë më shqipt. Pra t'ia pranosh, por jo sjelljen. Ne këtu duhet të punojmë jo sjelljen. Qarkulluan ca video ca kohë për këtë prindërimin pozitiv që nuk bën për ne, sepse ne duhem çik dhunën, kështu jam mësuar fëmijën me bërtitur, me të bërtitur mësohen dhe ata dëgjojnë. Prindërimi pozitiv nuk do të thotë që ti, fëmia im që vjen këtu i vogël, mund ta lejoj të vitë në aprishi skenën, të jepi ty të grisi edhe ti të qëndrosh, sepse unë po e kemi edhe këtë model. Jo, por nuk duhet. Po, shikojmë për ambiente. Ti flasësh, jo, kjo është gabim, kjo është për të qëndruar këtu, ka këtë funksion. 1 herë, 2 herë, 3 herë. Po flet me një fëmijë të vogël. Pra duhet i qasësh fëmijës. Nuk thosh, ai nuk më kupton. Në momentin që ti i bërtet, ose ja thash një herë dhe nuk e them më. Po, me emërtoj direkt, nuk bindet. Me një person të moshës tënde? Po, pra. Po flet me një fëmijë. Pra këtë minjerë këtu do të vinë në nivelin e fëmijës. Kur ne bërtasim, sigurisht ai do të rreqë vëmendjen, sepse ai dëgjon një alarm i siren që po bën zhurmë. Dhe kur ti thua shko atje shpejt, pra ai shkon nga frika. Nuk shkon sepse e kuptoi që ai duhet të shkojë atje sepse koha e tij aty mbaroi, pra duhet të zhvendoset. Pra ti mëson frikën dhe ti shikon që ai reagon. Dhe nesër ai bën prap. Pse bën prap? Sepse ai do alarmin, ti vi që të reagoj. Dhe kështu i mësojmë këtë lloj mekanizmi. Nuk është mësuar në mënyrë logjike ose të shpjeguari, që ti le gjurmë. Dhe kur shkon moshën pastaj adoleshente dhe më tej, themi po pse nuk ka marrëdhënie me mua? Pse fëmia nuk më flet mua? Pse nuk më tregon? Ose pse nuk më hap zemrën fëmia mua? Pse sikur shkëputur? Sigurisht ka një shkëputje. Nuk mund të jenë marrëdhëniet njësoj, sepse dhe adoleshenca ka fazën e saj, por në momentin që nevojitet, pra ata që kanë një urë gjithmonë, një lidhje dhe komunikim, fëmia kthehet, pra vjen e gjem prindin. Pra ai, nëse ti ke lënduar gjatë kohës, nuk e ke validuar emocionet, vështirë që të kthehet. Mendoj që nga angazhimet e tepërta të prindrit, kanë harruar të lexojnë sytë e fëmijëve kur sapo hyn në shtëpi nga shkolla kur vjen. Çfarë note more sot? Ke detyra? Po 3 detyra ke? Pra, ky nuk është komunikim. Pra ti duhet ta shikosh njerëz, mendoj,
shikimin si e ka të gëzueshëm, e ka të lënduar, dhe ti të merresh me emocionet, unë kështu e mendoj, dhe kështu kam vepruar në fakt me vajzën time, që kur ka qenë e vogël, por dhe ja kam parë rezultatin. Do me thënë, unë besoj që u bëra për vajzën një njeri që më kupton dhe më lexon. Sot vajza ime më tregon çdo lloj problemi, çdo lloj e mirë apo e keqe që bën. Edhe ti si më thot shpesh që nganjëherë thot s'ke fajti mami, thot se ti di shoqet e mia që s'flasin me nënat e tyre fare, unë flas me ty. Ta kesh për nder që unë flas me ty. Po që kemi ardhur ashtu është. Do me thënë ti shikon që ajo po më transmeton një brez i cili e ka humbë komunikimin me familjen. Dhe mirë kur e krijon, po dhe duhet ta ruajmë. Po. Se kjo është më vështirë akoma. Duhet vazhdojmë te. Kjo Marsi, pra kjo është, mendoj që do të jetë një këshill shumë, dhe ju që e keni parë nëpërmjet punës që bëni, edhe në revistën që ju keni, besoj se trajtoni ose mund të tregoni më shumë se si e keni konceptuar këtë revistë. Më lexon emocionet, besoj që kam shumë kënaqësi të flas për revistën e fëmijëve, që tani ka 5 vite që është në treg, që është edhe online, që ka bashkuar prindër dhe fëmijë. Në këtë revistë, e cila është edhe digjitale, pra online, që mund ta lexojnë në të gjithë botën shqiptarët. Kjo është edhe mirë për ata që janë larg dhe duan diçka shqip. Dhe gjithashtu për ata që jetojnë këtu në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, ato ku kemi mundur me akses për t'ia dërguar, që të shkruajnë, që të lexojnë, që të shikojnë dhe njëri tjetrin. Në këtë rast mendoj që dhe shpresoj që të jetë një lloj ju krahasi, por të jetë një kështu konkurrencë vogël, si konkurs që për shumë për këtë tematik shkruan njëri, shkruan tjetri, konkurs për të arrirë. Për të arrirë, por që është dhe përshtatshëm për moshën e tyre, më thënë me tematika që ti nxisi, se duan një lloj udhëzimi. Dhe që në këto 5 vite kemi patur shumë fëmijë, kërkesat kanë qenë të vazhdueshme, ka pasur momente që jam dalur, ndoshta kam thënë duhet të mbyllur këtu, se çdo gjë është vullnetare, është ka kohën e vet. O ta bësh mirë ose mos e bëj fare. Dhe ndonjëherë më takon që në fund fare bëj vetë gjërat edhe që kam qenë vështirë të delegoj, por revista Klubi i Fëmijëve është një revistë që deri tani uroj të vazhdoj gjatë. Dhe në dorë kam prindrit që t'i angazhojnë fëmijët e tyre. Dhe mosha që ndoshta prindit arrin t'i angazhojnë është 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç, por sikur ngec pastaj 10 vjeç, 11 janë më të rrallë, ndoshta dhe leximi bëhet më i rrallë. Fillon puberteti dhe fillojnë ato ndjesitë të tjera. Shkëputja është nga leximi, shkëputja nga shkrimi. Kam edhe vajza kryesisht që shkruajnë, dua që të bëhet edhe një punë e mirë për djemt. Kam vajza që shkruajnë dhe më sugjerojnë libra që janë për fëmijë të moshës së tyre. Dhe bëjnë si tip artikulli, se çfarë përmban ky libër, pse sugjeroj dhe të dhëna të tjera. Gjithashtu kam dhe tematika të cilat pra ajo nxit një leximin e një libri dhe pastaj sugjeron. Po, ajo rezumen dhe në këtë mënyrë edhe ajo nxisim edhe një fëmijë që të lexojë, por edhe bëhet informacion tek të tjerët, sepse këtë e kanë kërkuar prindërit. Thonë, s'di çfarë ti blej fëmijës, okay, dua që ai të lexojë, por nuk e di, sidomos për këtë moshë që janë mbi 8 vjeç. Dhe gjithashtu kemi dhe rubrika që shkruajnë shoqjet e mia, kolegët e mia psikologe, kam pediatre. Dhe pjesa tjetër pastaj mbajnë fëmijët shkruajnë. Tematika të ndryshe kemi pasur për shumë shkurt, që do dali tematika për mirësinë, mirësia fillon tek ty. Në janar kemi pasur për familjen, shtëpia ime ngrohtë, do të thënë si shikojnë fëmijët familjen. Pra ju zgjidhni një tematik për një muaj, edhe pastaj secili shkruan nga këndvështrimi vet. Po. Shumë e bukur. Pra më të vegjël ja thon prindërit i ndihmojnë prindërit. Bëhet. Pra si një detyrë klase, kur mësuesi jep një temë. Mos e përmend fjalën detyrë, sidomos fëmijët sot e kanë shumë inat. Një ushtrim për mendje. Një ushtrim, një ditar për shembull. Po. S'ke faj sepse më shumë detyra ka se sa rezultat. Sepse duhet të rëndohen fëmijët, kaq shumë nuk e kuptoj. Pse është më kollaj të japësh shumë dhe më pak është më koncize, si duket nga mësuesi don më shumë përqendrim, më shumë lexim për të nxjerrur atë më të duhurën. Pastaj kjo mania për t'i futur në internet, vërtet jemi në botën e internetit. Po jo çdo detyrë.
të bërë në internet, sepse interneti dhe çfarë nuk afron tjetër, niset për detyrë dhe përfundon pa detyrë, duke u marrë me gjëra të tjera sepse është vetë aq kreative. Ne vetë shpesh herë bim viktimë e medjes vizuale apo internetit. Kështu që edhe për fëmija është gjithmonë tunduese. E vlerësoj shumë këtë që ke bërë dhe shpresoj që të ketë një konkurrent tjetër që të rritet dhe të shtohet kjo gjë. Sepse konkurrenca që sot për shembull çfarë është revistë, nuk e dinin. Jemi rritur me revista, po. Do libri, por revista, sidomos revistat e përmuajshme, nuk e kanë dhe unë them që dhe këta ta kenë si nostalgji kur të rritën, të shohin veten e tyre, siç e kemi patur ne. Nuk e di, ndoshta jemi ne brezi nostalgjik. Jo, mendoj. Çfarë do kenë ata nostalgji, se dhe fotot i kanë në celular, ndoshta dhe humbasin. Po, s'ka më kujtime, s'ka më kujtime të dokumentuara, janë gjitha që mund të shuhen nesër. Dhe vërtet jeta e tyre është shumë pa nuanca për të lënë gjurmë për t'i kujtuar pastaj. Sot tamam kemi fëmijë ambalazhi mbyllur në shtëpi, të veshur bukur të gjithë fëmijët, por brenda shtëpi, brenda 4 mureve, nga shkolla në shtëpi, after school dhe tani më ngacmova me këtë ambalazhit, sepse shoh një tendencë tjetër, besoj edhe ju do ta keni vënë re, përderisa jeni me botën e fëmijëve, tendenca e prindrit për ta çuar fëmin në kurse që 3 vjeç, 4 vjeç. Edhe më pak kam parë. Edhe më pak. Po, që kërkojnë. E të mërshme. Edhe them këtu jemi. Kur të rriteni edhe pak, dhe jo një kurs. Do ta çoj në shumë kurse sepse shoqja ime e ka çuar këtu, pse çka ka djali im mangut apo vajza ime mangut që mos shkoj në këtë kurs. Unë për atë po punoj. Dhe prindrit konkurrojnë me njëri tjetrin, kurse duke i bërë një presion fëmijës të panevojshëm. Të ta çosh në kurs sepse fëmia akoma sa ka filluar të hedhi hapat e parë, domethënë lërja natyrshëm të vi kursi, jo në konkurrencë me tjerat. Pra ne shohim këta fëmijë, shikojmë prindër që konkurrojnë me njëri tjetrin dhe kështu pastaj shikojnë dhe nesër për të parë dhe veten e tyre në shoqëri. Nuk e di sa unë jam pro kurseve në situata ku jemi sot, ku fëmia mundësitë për të zhvilluar ndërveprime në jetën e përditshme ka të pakta. Unë jam pro kurseve për aktivitetin fizik, sepse do më ndihmosh të bëjmë një peticion që të bëhet të paktën në shkollën fillore nuk zhvillohet fare edukimi fizik. Dakor. Do një herë në javë. Nuk e di pse, por kanë kaq shumë nevojë. Nuk e bëjnë. Edhe pse është si orar, nuk e bëjnë. Shumicën e rasteve, që mos të jemi kështu absolut, nuk e bëjnë. Dhe unë e shoh të arsyeshme që djalin tim, që 5-6 vjeç, ta çoj në gjimnastik, ta çoj në basketbol, ta çoj në volejboll, futboll e të tjerë. Po them çfarë është e mundur këtu. Dhe këtu e shikoj fitimprurse, e shikoj të nevojshme. Edhe të kurseja të para, sepse janë kosto, edhe pse mendoj që këto janë kurse, zhvillime, aktivitete që duhet të zhvilloj shkolla, duhet të bëj shkolla si aktivitete falas. Edhe në për lagje nuk lozin si dikur dhe kështu që ti do ta çosh në kurse që janë edhe ti shfrytëzojnë. Pra për këto jam okay. Kurse për kurset atilla që fëmia të eci shpejt për shembull me gjuhën angleze. Po. Sepse duhet ta mësoj sot është gjithë bota flet anglisht, patjetër. Do flasim, ai do flas. Por pak nga pak, prit njerë, shikoj njerë që fëmia ju tani ka nevojë e para të mësoj vlerat, e para të mësoj respektin, të mësoj të çoj gotën vet. Pasuroj gjuhën e vet. Të pasuroj gjuhën e vet. Por është kjo më e rëndësishme dhe gjërat të lidhja këpucët. Po. Ti burrësh që ai ka mësuar anglisht, rrjedhshëm, ai si të vishet. Por ai nuk di të vishet. Do të thënë këtë lloj demilizmi tjetër. Për çfarë na duhet kjo pjesa ku mungojnë gjërat bazike? Pra shikoni një nga një gjërat, shikoni me gradualitet. Edhe pak kënaqësi të fëmijës dhe lumturi të fëmijës. Dhe ka dhe aktivitete të tilla që në Tiranë fatmirësisht ka, por të ikësh në qytete të tjera shumë e vështirë. Janë të jetur, për shembull, shkojnë nga Lushnjë, shkojnë, "Mos pa hajde, do vish këtej, do bëjmë një aktivitet këtej, do bëjmë një konkurs këtej." Si kemi zhvilluar së fundi me konkurse për fëmijët. Po do vish këtej për çështje, kupton, mundësish, kohë, janë shumë gjëra. Pra janë të hetur vërtet.
dhe janë edhe shumë të përkushtuar. Më shkojnë për shumë prindër nga Saranda, dua patjetër revistën të shkruajmë, të bëjmë nga Tropoja, po marr këto skaje. Kanë shumë dëshirë të madhe. Kurse këtu, mundohemi që t'ja plotësojmë me këto lloj kursesh. Por nga ana tjetër do përmendja djalin tim sërish, ku më thotë, "Ma, ti lodhesh në punë, po mos haro që dhe ne fëmijët lodhemi. Shkojmë nga shtëpia, shkojmë në shkollë, bëjmë detyra, bëjmë mësime, vim, sa ham pak bukë, do bëjmë detyra sërish." Më kupton, edhe ne këtë harrojmë, ose detyra janë. Por jo, sepse për mendjen e tyre ai është një lloj pune, është një lloj ngarkese. Procesi ngarkese që ndoshta edhe nuk është e përshtatur për moshën e tyre, nuk është e përshtatur për këtë kohë që jemi. Sepse si nga klasën e parë deri në klasën e 9, qoftë edhe në gjimnaz është i njëjti model mësimdhënie. E njëjta mënyrë të qëndruarit. Ngarkesë. Kërkesa. Po them, pra një fëmijë 6 vjeç duhet të qëndrojë pa lëvizur, mos të bëjë sepse ashtu do procesi, sepse janë dhe shumë fëmijë në klasë. E çfarë ndryshimi ka dhe me kërkesën që t'ia jep atij që është në klasën e 9. Pra duhet të ndryshojnë, duhet të përshtaten, se sot janë fëmijë shumë të zgjuar janë, po nga ana tjetër s'kan vëmendje, duhet të punojmë edhe me vëmendjen, duhet të punojmë edhe me metodika të tjera të cilat kanë të bëjnë me lojën, me argëtimin. Këto plus një fenomen tjetër është në shkollë kur mësuesët edhe i ofendojnë fëmijët përpara të gjithëve. I kritikojnë në sy të gjithëve, i etiketojnë me terma jo të këndshëm, jo etik. Dhe bëjnë pjesë i bullizimit të një fëmije tjetër, pastaj ose të grupit shoqëror, se nis nga mësuesi. Domethënë, mësimdhënia dhe pedagogjia e vërtet është në krizë për mua. Dhe kjo duhet po kjo ka dy faqe, se do ta themi se ndoshta na dëgjon dikush dhe thotë, po ne mësuesi sigurisht. Jo, sigurisht për ata që punojnë. Kam përballë një brez shumë të vështirë, me shumë problematika, me prindër shumë të vështirë, por që punën e tyre prap sigurisht nuk duhet ta harrojnë. Pra kjo nuk e justifikon që si ai rasti prindi që zbraz në shtëpi dhe aty nuk e justifikon që ai pra se ta kaloj kufirin të ofendoj. Po pra, se edhe mësuesi është i ngarkuar duke bërë ditare, duke plotësuar dokumente, burokracira, të cilat s'kan vlerë dhe është i ngarkuar, dhe kur vjen puna në komunikim me fëmijën s'ka dhe ai nerva, sepse edhe ai ka familje, ai mësues, edhe shkolla që është një sfidë vete për mësimdhënien, kjo është realitet, sepse siç po thonim, kemi humb etikën, kemi humb edukatën dhe nuk e din fëmijët që kë kanë përpara, që si duhet dëgjuar. Kemi zhbërë autoritetin. Autoriteti s'është. Plus që kemi edhe nxënës, mësues që e ulin vetë, pra është e rinë i fëmijëve, po dhe ata vetë e ulin vetë autoritetin e tyre, sepse nganjëherë duan të bëjnë trendi me brezin dhe kalojnë limitet. Kemi edhe këtë lloj pamje. Por them që ngarkesa e nxënësve dhe e prindërve, mësuesve duhet të reduktohet në cilësi dhe jo në sasi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të pas produktivitet, pastaj që të kemi mësues të kenë mundësi ta bëjnë edukimin dhe mësimin dhe të durojnë dhe lloj-lloj tipash janë fëmijët, edhe problematikash, por edhe fëmijë që të kenë më pak ngarkesë, që edhe t'i kërkohet llogari më shumë pastaj. Që të gëzojnë ata pak fëmijërinë e tyre, që mos të fillojnë të urrejnë shkollën. Po, dhe modele të tilla kemi në botë, nuk po kërkojmë gjë që s'ekziston. Pse nuk ndjekim ato? Nuk e kuptoj pse nuk i ndjekim ato. Po kemi ca ndjekje të tjera në plan. Fëmijët nuk e di kur është në plan që të fokusohet totalisht tek fëmijët, se sigurisht është bërë për fëmijët, por jo aq sa ka nevojë. Po, është gjithmonë duhet flitet pa rreshtur për këtë problematik, për të gjitha fenomenet që lidhen me edukimin, qoftë në familje, qoftë në shkollë, shoqëri. Dhe në këtë rast edhe ne prindërit, kur shkojmë te takimi me prindër në klasë, të bëjmë ne rolin tonë, jo thjesht të dëgjojmë, edhe të bëhet ajo mbledhje rutinë, por të kërkohet diçka. Të kërkohet, po dhe të bashkëpunojmë për ta zgjidhur, jo thjesht për të interesuar për notat. Dhe edhe ne po patjetër, ke prindër që i thon çat ka thënë mësuesi ty, nuk ka vënë notën, ka bërtitur dhe unë, do me thënë, e ullë vetë prindri autoritetin e mësuesit. Mësuesi dhe sikur ta ketë gabim, përpara fëmijës nuk duhet ullet autoriteti. Vërtet është një realitet i dhimbshëm, po merru me mësuesin në vete. Pra, ka humbur biseda të folësh në vete. Pse çka ka? Do me thënë, kjo një përzirë rolet. Po. Që po thonim që fillim që për t'ja marrë turpin, ose si thot populli, për t'ja marrë erzin, njëri tjetrit në sy publik.
Dhe kjo bën pastaj deformim karakteresh. Edhe bie vlera e gjithë secilit. Kjo është shumë që e kam vënë re dhe unë si prind, por edhe si shoqëri. Marsi, bisedës tonë tashmë po i vjen fundi, jo se s'kemi çfarë të themi, por sepse duhet ta mbyllim. Tematikat janë shumë të gjëra, kanë secila trajtim vete. Po besoj që ne nuk në këtë bisedë që bëm do t'i japim teleshikuesve një mesazh dhe jo mend, po një mesazh për të zgjuar sadopak ndërgjegjet e gjithë secilit për të parë veten, familjen dhe shoqërinë. Ishte kënaqësi që të kisha. Shumë gjithashtu edhe për mua. Po mendoja çfarë na duhet në një gjë përmbyllje. Nuk do jap as këshilla, nuk do jap as rezume. Unë do them, fal Zotit jemi prindër. Po. Fal Zotit që jam bërë nën, që jeni nëna, që jeni baballar. Edhe mos ta marrim këtë si të mirëqen. As po themi që okay, për atë që tham prona ime, por ai është një individ më vete. Do punojmë shumë fort që ai të bëhet më i mirë se sa ne. Ky do të jetë qëllimi kryesor. Por qëllojmë prapë aty, vemi aty, fal Zotit që jemi prindër. Po, kjo është një gjë shumë e bukur. Prindërimi sa i vështirë, po aq edhe i bukur është. Dhe përgjegjës përpara fëmijës tonë përpara dhe pastaj edhe para Zotit, i kemi amanet fëmijët tanë. Kështu që shpresoj që ky mesazh dhe këto tema të jenë bisedët familjeve tuaja për t'u bërë më të mirë me fëmijët dhe me veten. Faleminderit për t'u parë në puntatën e ardhshme.